Se nuk prenon, ai tallet me njerëzit. Ai bën bardha ai këtu, ai tallet me mua. Ai nuk është tu. Ai nuk vjen këtu Niko. Nuk vjen këtu, ka shkuar në Amerikë për ekspozitën e. Po. Apo me tani Shqipëria ai shkon me Nuk don më ja ditë as për ju. As për ata që thuti tjerët, as për demokratët, as për socialistë. Ai don më ditë vetëm për veten e tij. Në kulmin e kësaj situate, kësaj katastrofe, qindra hektarë janë përmbyt, qindra shtëpi janë përmbyt, ka pas viktima, ai kërcet e ikën për ekspozitat e veta. Unë kam marrë një informacion nga kryetari i bashkisë për situatën, për gjendjen, për masat që bashkia ka marrë, e shoh që gjendja është shumë e rënduar, ka marrë t'ju them që çat kemi mundësi. Zgjedhurit tanë vendor do t'i keni në krah, aq mundësi sa ka se ti e di. Që qeveria s'ju ka dhënë mjetet për ta përballuar këtë situatë. Jo, qeveria ne, jo. 6 herë ka ul fondin e emergjencës në korrik. 6 herë ka ul fondin e emergjencës në korrik se parat i ka çu për tendera korruptiv, për fasada, parat e përmbytjes. Nuk shpall gjendjen e jashtëzakonshme, a është kjo gjendje normale? Kjo është gjendje e jashtëzakonshme. Nuk e shpall gjendjen e jashtëzakonshme sepse nuk don që të dëmshpërblej dëmët që janë shkaktuar banorëve nëpër shtëpia, nëpër fusha e kudo tjetër. Unë kam vizituar edhe këto 2 ditë familje të cilat kanë humb gjithçka. Kanë humb gjithçka. 1 metër i është futur ujë brenda, nuk kanë ku të flenë, i kanë çuar fëmijët dhe gratë nëpër kushëri. E nëpër shoqëni, sepse shteti nuk duket në asnjë vend. Është e vërtetë. Situata është shumë e rëndë. Ktu jemi e para punës për t'ju thënë që edhe në ditë vështira bashkë jemi e bashkë do t'jemi. Nuk ju lejmë vetëm. Jemi për t'i bërë thirrje edhe atyre autoriteteve që kanë për detyrë t'ju vinë ndihmë, të vinë këtu, jo vetëm kur vjen kryetari i opozitës, po t'jenë këtu me ju për t'ju ndihmuar. Se sa për kryeministër, ky vend kryeministër nuk ka. Jo, nuk ka. Ka një turist